أنزل الكتاب بالحق وما يدريك لعل الساعة قريب. Allahu është ai i cili e zbriti librin me të vërtetën dhe me drejtësinë. E çfarë ta mësoj ty mbase momenti kur do të bëhet kiameti është afër. Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti Kur'anin, por edhe librat e mëparshëm me të vërtetën. Ky libër na shpall të vërtetën, na tregon njohuritë e vërteta nga Allahu i Lartësuar, lajmet e sakta të vërteta nga Allahu i Lartësuar. Dhe ky libër ka sjell drejtësinë nga Allahu i Lartësuar. Argumentet e Kuranit synojnë që të vendosin drejtësinë, që njerëzit të gjykohen me drejtësi, që të vendosin drejtësinë. Kështu që ligjet e Kuranit janë të drejta, argumentet e tij janë të sakta. Dhe edhe argumentet logjike të Kuranit janë të sakta. Edhe analogjia me anë të argumenteve të Kuranit qëndron, duhet pranohet, sepse e përmban parimin e drejtësisë që Allahu i Lartësuar e ka përmendur në librin e tij. Prandaj shkaqet dhe arsyet që kanë ligjet tregojnë që të njëjtin gjykim kanë dhe rastet analoge me to, rastet e ngjashme me to. Kështu që argumentet logjike të Kuranit janë drejtësia me të cilën duhet gjykohen njerëzit. Dhe arsyet që Allahu i Lartësuar i ka përmendur në Kur'an duhet frydzohet për të ndarë të vërtetën nga e pavërteta, të mirën nga e keqja, atë që qëndron nga ato tjera që nuk qëndrojnë. Gjithçka që mbie me ndesh me Kur'anin është e pavërtetë. Gjithçka që nuk e pranojnë argumentet e Kuranit është e papranueshme, është e pavlefshme. Përderisa diçka bën kundërshtim me ato arsye që i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ajo s'mund të jetë drejtë. Është e padrejtë. Për Allahu subhanahu wa taala ka zbritur librin, ai ka shpallur ligjet e drejta, argumentet e qarta dhe të sakta për të vendosur drejtësia, që njerëzit gjykohen me drejtësi. Edhe në një vend tjetër në Kur'an Allahu i Lartësuar thotë: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Thotë ne i dërguam të dërguarit ton me argumentet e qarta, me mrekulli të qarta. Dhe ne u shpallëm atyre librat dhe gjithashtu edhe peshorën e drejtësisë. Peshora e drejtësisë janë ligjet e drejta, që njerëzit të vendosin drejtësi, që njerëzit të gjykojnë me drejtësi. Është edhe qiyasi, analogjia, duke i krahasuar çështjet që nuk përmendet gjykimi i tyre shprehimisht në Kur'an dhe në Sunet, pra duke i krahasuar ato me çështjet që kanë gjykim të përmendur shprehimisht në Kur'an dhe në Sunet. Përderisa dy çështje janë të njëjta, atëherë do të kemi patjetër të njëjtin gjykim. E nëse dy çështje janë të njëjta, janë njësoj, atëherë nuk mund të kenë të njëjtin gjykim, sepse ky është parimi i drejtësisë. Atëherë Allahu i Lartësuar ka zbritur librin
Dhe ai ka zbritur edhe drejtësinë. Ai ka vendosur drejtësinë. Dhe drejtësia është ajo që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në librin e tij. Kurani mban rregullat, ligjet e Zotit subhanahu wa taala dhe argumentet dhe arsyet që të kuptojmë të vërtetën, që ta njohim të vërtetën, të kuptojmë se cili është ligji i Allahut, cili është gjykimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe qëllimi pse Allahu lartësuar ka zbritur librin dhe peshorën e drejtësisë, që të peshohen drejt çështjet, është që njerëzit të vendosin drejtësi, siç e ka thënë, liyaquma an-nasu bil qist. Me drejtësi është ngritur qiejtë dhe toka. Ligji i Allahut është i drejtë, libri i Allahut urdhëron për drejtësi dhe ne kemi detyrë që të vendosim drejtësi mes njerëzve. Ngjashëm me këtë, Allahu subhanahu wa taala thot në një vend tjetër në Kur'an, në surën Ar-Rahman, alla tatghaw fil mizan wa aqimu al-wazna bil qist. Wa aqimu al-wazna bil qist wa la tukhsiru al-mizan. Thot, bëjeni peshimin me drejtësi dhe mos masni, mos peshoni mangët. Kështu që Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të jemi të drejtë, vendosim drejtësi. Allahu shpëlbeft të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.